Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Aleanca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë, marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas Aleancës për Shqiptarët, ky qendrim tregon arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Blenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Aleanca kërkon që Blen minjëherë të kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Pas Shkupit e Tiranës, edhe Prishtina do të jetë qendër protestave në mbrojtje të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ne studentët e Kosovës ju ftojmë të bashkoheni protestës paqësore përpara ambasadës Maqedonisë së Veriut në Kosovë për të ngritur zërin kundër cënimit të së drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës dhe në të gjitha provimet e tjera shtetërore në Maqedoninë e Veriut, thuhet të njoftim. Në të shkruhet se gjuha shqipe nuk është privilegj, por e drejtë e qindra mijëra shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se arsimi, profesioni dhe ardhmja e të rinjve nuk duhet të pengohen nga bariera gjuhësore të vendosura padrejtësisht. Prandaj ftojmë të gjithë studentë, organizata studentore, shoqërinë civile dhe qytetarët që të bashkohen me ne, shkruhet në thirrjen drejtuar mbështetësve. Protesta do të mbahet të premte në orën 14 dhe do të nisë para ambasadës Maqedonisë së Veriut në Prishtinë. Mbahet dhe protesta e kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët shqiptarë kërkojnë anullimin e projektit si dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit të Zvërnecit, duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se investitorë të ndryshëm po përfitojnë nga toka shtetërore në mënyrë të padrejtë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij në Prishtinë konfirmoi se Bashkimi Evropian mbështet Kosovën dhe proceset e saj eurointegruese. Në prag të zgjedhjeve ai theksoi se mesazhi i tij është që partneriteti me Bashkimin Evropian vjen me përgjegjësi dhe se integrimi evropian duhet të jetë prioritet përtej ndarjeve politike. Zyrtari i lartë evropian deklaroi se Kosova ka nevojë për institucione të forta dhe funksionale të afta për të zbatuar reformat dhe për të përmbushur detyrimet në kuadër të dialogut me Serbinë. Ushtruesi i detyrës së shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, pranon se mundësia e zgjerimit të BE-s me Kosovën është reale. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se vendi ka nevojë për institucione funksionale. Sipas saj, institucionet duhet të krijohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.